edhe besa me gulash, me mafishe, me sultjash, me kjum shture, me hashure, kosha jena si kobure, taratol, pilaf me kos, mishe me qebe majdanoz. Ishin vitet e 30-ta dhe në mungesë të shkollave shqipe në Kosovë, Zezgjer Dërdalla nga fshati Kravasarie e Malisheves kishte zgjedhur që pa dijen e prindërve t'i mësoj shkronjat e para të alfabetit shqip. Me shumë nostalgji, tregon kohën kur mësonte shkronjat shqipe që në vitet e 30-ta nuk i dinte shumica e popullit të Kosovës. Si një person i cili nuk ka të kryer asnjë ditë shkollë, ai llogaritet si një autodidakt i shquar. Ai madje thotë se ka kontribuar në arsimimin e shumë gjeneratave të asaj kohe në Kosovë. Abetarja parë shqipe së bashku me libra të ndryshëm gjatë viteve 1930, siç thot ai, janë futur ilegalisht në Kosovë nga Shqipëria nëpërmjet tij dhe shokëve. Kur është Italia në Shqipëni, e kemi pas një nip atje në zotit, na kishte pasur një letër. Edhe baba nuk e ka ditë që diu në Shqipë, ma shku të Dervish Sadria në katon me lexu. Kur i kom pru ljop me nges që shkemi thonë atëhere, edhe në zotit, erdha, baba më ka dhe emër dhe qërë, na ka që u begi letër. Unë dhe gufova. Edhe kom zerë dhe nuk po më bjenë mend mu që nuk bën me ditë baba që i di Shqip, edhe pe lexoj unë në zotit letër. Kur e lexova, kur këqyri baba si këshin ra lot të rishtë. Tha ma mirë, tha ma pashit vërë barë. Unë u preva. Tha jam shkuj, kom kuq sytë në zotit, i kom thonë njerit, lexo ma qëtë letër, tha to pas njeri në shpi. Tha shme më falë që lidhe në kemi qështu. Edhe baba apet nuk ka kallëzu që i ban libra. Tash disa nga librat e vjetër i ruan, i lexon dhe u tregon të tjerëve për historinë e lashtë të popullit shqiptar. Ai din shumë për shkrimtarët, konkretisht për rilindasit. Shkrimet, poezit apo vjershat e tyre ende shëtiten në përkujtesën e këtij plaku, tash 85 vjeçar. Moj Shqipëni e mjera Shqipëni, kush të ka qitur në kryen e hit, i ke pas qenë një zoj e ranë të burrat të dheut të thirshin non. Ke pas shumë të mira, shumë begati, vajzat bukra, djemë me trimni. Moj Shqipëni e ngran të mjerë të kam lu gjithë kjo pëtër, ke bërë shpresë e uzdaje dhe zdi sot ka t'jamaj. E shkado që t'la Turqia ta plotësoj 2 fish Serbia dhe djemë të gjithë t'i korri mia i qoj të vorri. Gjershfishta dhe Pashkovasa as shumë zën hapësirë në zemrën e tij. Veprat e tyre dhe sot e kësaj dite për Zeqirin mbeten si tekstet më të pazëvendësueshme. Vargjet e shumta të lahutës së Malësisë nuk e kishte problem t'i mbajtë të gjitha në mend dhe t'i thotë sa herë që kishte dëshirë. Madje këtë vepër ai e krahason me diçka hyjnore. Aje, lahuta Malësisë për mua është Kurani i shqiptar. Lahuta Malësisë për neve është Kuran. Unë kom lexu.
kërët e kondit për me që po në moje, po më në 1 minutë i moj minëru 3 fet. Ja, shqiptarizmi së nëmba. Ndryshe, nëpërmjet mësimeve të tij prej një autodidakti, në atë kohë Zeqiri u kishte mësuar gjuhën shqipe edhe shumë personave tjerë.